tjetër që pason është kjo e dyta, që do të thonë dyshohet që kjo nën ka patur probleme të rënda ekonomike dhe ka detyruar nënën që të hidhet nga balkoni. Tani ne kemi shumë motra, kemi shumë vëllezër shqiptarë që jetojnë në Itali, jetojnë në Gjermani dhe besojmë në jetën e tyre të luksit, besojmë në jetën e tyre të mirë, besojmë në ato institucione që kujdesen me lekme të ardhura për fëmijët. Po si mundet kjo nën të ketë patur kaq probleme financiare, do me thënë kur shteti siguron gjithçka, apo lindën dyshimi dhe lindën pyetja se edhe atje ekziston padrejësia dhe nga një rrogë e mirë që ti mund të marrësh, nga një pagë e mirë që ti mund të kesh, nga një jetë e bukur që ti pretendon se mund ta bësh, ti mund të përfundosh edhe pa bukë fare dhe mund të hidhesh edhe nga balkoni. Se presionet janë shumë të mëdha të jetës, do me thënë koha që ne kalojmë, vështirësi që ne kalojmë janë të tmerrshme dhe normal ndonjëherë na duhet që të marrim edhe vendime të cilat ndoshta, jo ndoshta, por janë një rrezik fatal për ne, por lëre për ne, por edhe për fëmijët. Tani dyshimi i tretë lidhet një histori e dytë e burrit të saj me një femër tjetër. Kjo është shqetësimi edhe më i madh i shoqërisë shqiptare. Ju dini që unë sjell çdo ditë rrëfime të